أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O ju të cilët keni besuar, është bërë obligim agjerimi, ashtu siç ishte obligim edhe për ata të cilët ishin përpara jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Refleksioni rreth agjerimit. Pa dyshim se ditët një nga një hecin në këtë muaj të bekuar të Ramazanit dhe ne vazhdimisht preokupohemi të bëjmë vepra të mira me të cilat fitojmë kënaqësinë e Zotit. Mundohemi të ushqejmë të varfrit, jetimët, bonjakët, njerëzit nevojë, të smurët. Mundohemi të vizitojmë të smurët dhe që të qëndrojmë pranë me lutjet tona, me këshillat tona motivuese. Vazhdimisht me obligimin tonë ndaj tyre, sepse kështu na mëson Allahu dhe i dërguari i tij. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, kur ndonjëri prej jush shkon ta vizitojë një të smur, nga momenti që ai niset për shkuar për ta vizituar të smur, dhe deri në momentin që të kthehet nga pika ku është nisur, Allahu do ta shpërblej bi ghairi hisab, do ta shpërblej pa mas. Mirë po do luten për të edhe me lajket, edhe shpest, edhe çdo gjallëes në tokë dhe në qiell. Shikoni sa mëshirë ka Allahu për njerëzit e mirë, njerëzit të cilët kujdesen për njerëzit, njerëzit për cilët i dhurojnë botës mirësi, i dhurojnë buzëqeshje, i dhurojnë bamirësi. Padyshim se Allahu i don bamirësit. Dhe siç e tha edhe në Kur'an, hudel lil muttaqin, ky Kur'an është udhëzues për bamirësit. Pra i udhëzon bamirësit në udhëzime të drejta që ata të bëjnë punë me të cilat Allahu është i kënaqur me ta. Dhe padyshim, çdo të mirë që e bëni atë do ta gjeni tek Allahu te bareku ve teala. Andaj ky muaj i bekuar i Ramazanit duhet na gjejmë me syfyre dhe me iftare. Të ftojmë shumë njerëz në iftare, të shtrojmë iftare dhe t'ju dhurojmë buzëqeshje njerëzve në nevojë. Ta afrojmë zemrat, ta duam njëri tjetrin, ta largojmë urrëtitjen, smirën, xhelozinë, inatet, dhe të jemi sa më të bashkuar me njëri tjetrin. Të bëjmë lutje sa më shumë për familjet tona, për vendin ton, për atëun ton, për njerëzit tanë të afërm dhe të largëm. Mos ta urrejmë njëri tjetrin. Të jemi të kujdesshëm në komunikacion, në trafik. Pse ti je argjërueshëm nuk do të thotë që ti të jesh i mllëfosur. Dhe të kesh kujdes se si sillesh me njerëzit, sepse më i miri për jush është ai që sillet mirë me njerëzit, thot Muhamedi alayhis salatu wassalam. Andaj sjellja e mirë përmendet edhe në Kur'anin famulart. Thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe bamirësi. Andaj ne si besimtarë në këtë muaj të bekuar jemi të obliguar që të reflektojmë butësi, urtësi, edhe me njerëzit të cilët i takojnë besimeve të tjera ose bot kuptimeve të tjera. Ne duhet që ata t'i afrojmë ka fjala e mirë dhe t'ju japim mesazhet e mira. Mbretëroft mes nesh dashuria, mirëkuptimi, toleranca, respekti. Ta duam njëri tjetrin, ta respektojmë njëri tjetrin, mos të urrejmë njëri tjetrin. Sa më shumë t'i duam krijesat e Allahut, aq më shumë do të na dojë Allahu ne, sepse edhe ne jemi krijesat e Allahut. Andaj, krijuesi ynë na mëson që të kemi sa më shumë dashuri mes njëri tjetrit dhe ta largojmë një herë për gjithmonë urrëtitjen. Allahu ju begatoft dhe Zoti ju dhash në mbarësi juve dhe familjeve të juaja dhe agjërim sa më të lehtë këtë ditë. Zoti ju pranoft agjërimin, lutjet, duat, sadakat, fjalët e mira, veprat e mira, punët që ju i bëni.